Ken probleme Ja nuk të shkrin muskul, ti atrofizon. Atrofizon, let. Doktor? Thehen, është një, do të them një bakit, që dhe njerëzit ta... Antidot tjetër, në? Po. Një ilaç tjetër, që e kthen. Pra që dhe njerëzit ta kuptojnë më lehtë. Më e rëndësishme se sa një aktivitet fizik, patjetër që aktiviteti fizik përbën anë alfabetit. Është ilaç që bëj mirë, po. I dyti është gjumi pastaj ushqimi. Po. Zora e trash ka një bakter, zora e trash ka një... Zora e trash, do me thonë, dhe vazhdo... Seksi nuk në zora e trash. Me sistemin tretë. Sistemin e tretë si është shumë i rëndësishëm. Prandaj dashuria kalon nga stomaku. Në rëndësinë e zorës së trash, madje një nga reagimet e ankthit është edhe tru zora e trash, është një apo që kemi me IBS, me diare, me konstipacion, por të mos e zvogëlojmë nivelin e bisedës vetëm ke zora e trash, sepse njeriu është një qenie më e madhe, ka dhe shpirt, ka dhe mendje dhe kërkon, dhe pretendon në jetën e vet që të ndihet mirë, të jetë i lumtur. Të ketë një motiv për jetën, ketë një qëllim për jetën. Pra, a janë njerëz të pashpres ka që kanë përdorur Muxharo? A duhet të ndihen të pashpres? Urdhëro, se më ke përballë. Po. Unë e kam përdorur rreth një vit. Unë ndihem më mirë se kur. Ashtu, ë? Patjetër. Po ti ke pyetur organet e tua si ndihen ato? Po patjetër, se një mjek minimumi 2 herë në vit bën check-up për veten e vet. Okej, e shikon që të rra poshtë teoria? Po, shikohet vita, madje një person që nuk rrëzon dot nga kile, duhet shikohet e feritinën. Feritina është depozita e hekurit, kryesisht vajzat. Zinkun, vitamina B12 është shumë e rëndësishme. Vitamina D që është shumë e rëndësishme. Vitamina D të gjithë e ka nivelet ullura. Dhe pak më parë që se duke bërë çekun e këtyre vitaminave, ti shikon mundësinë për të dobësuar. Domethënë edhe sikur merret vitamina D si suplement, përsëri nivelet e saj janë të ullura. Do themi ne që kemi diell. Tani kthejmë pak këtu që nivelin ose sintetizimin e vitaminës D janë përsëri disa receptor që i ka mëlçia dhe zora e hollë. Është e çuditshme, po gjitha rrugët do të çojnë në Romë. Qerzora. Qerzora, po. Ja, Rudina se pranon, po tash. Janë gjithë. Do me thënë që ta themu Luciano kështu. O prit, o Rudina. Unë shikoj ç'është. O Rudina. Aspekt tjetër. Po ma lër një sekond këtë pse do të vite ty aspekti tyja. Tani, kur i thua tjetri Zoraxhi, do me thënë ti nuk e ndero vlla. E më thoni mua Zoraxhi vlla, se dua të jem Zoraxhi. Do me thënë njëri që kujtese për thor. Po të flas kopsa. A dëgjoj. Jo mo jo. Më ka flasim. Ajo shpreh. Luciano, a mund të jetë kështu siç e thash unë? Se ti ke thënë në studion tonë, Luciano ka thënë, që fyerja, pra kur ti fyen të tjerët, dëmton organizmin. Po, sepse shkakton kortizol, po. Kortizoli është hormoni që bën të ngrihen nervat, e kupton? Po, të ngrihen nervat. E thotë njerëzit, mu ngritën nervat. Yoga. Po që aty meditimi është shumë i rëndësishëm, balancimi kundra Muxharos, Luciano, ke bërë një libër në faqen 33 të librit të tretë. Jo, është libri që kam bërë për pankreasin. Për pankreasin. Po, organi harruar. I harruar, vërtet, është organi që po usmur të ngrihe zërin, ti ngrihe se jo, Ozempiku dhe Muxharo kanë, do të thënë ka dhe kundërindikacion ndaj pankreasit, sidomos pankreasit. Ky nëse shikojmë të komplikat të side effects, edhe një paracetamol e ka efektin ansor. Patjetër, mund të bëj deri në ulçën stomak. Të gjitha, domethënë, por zakonisht edhe po të pish një gotë me limon ka efekt. Edhe sikur QI mos shkojnë në pjesën e ezofagut, shkojnë në epiglotis, mos shkryjnë dokollitën, pra çdo gjë ka një efekt ansor. Një efekt ansor. Edhe pankreasi është organ 100 gram, edhe unë e kam përkufizuar si xixëllonja e barkut. Më kujtoj Gilin kjo në 97. Si ishte? Më kujtoj Gilin kur këndonte xixëllonjen. Është si xixëllonje e barkut sepse fatkeqësisht unë edhe dua që t'ju uroj që gjithë shërim njerëzve. Po jeni dy doktora tani, në vend ta thoni troç këtë punë tani se koca keni titullin pastaj. Ore thoni njerëzve. Rriheqe, çdo monet ka dy anë. S'mund të jetë patjetër Muxharo dhe Ozempiku e vetmja zgjidhje. Jo, nuk është e vetmja zgjidhje, është kulmi. Kur ti arrin, atëre, të më korrigjoj dhe doktori, obeziteti është smundje e shekullit ton dhe është një smundje... Ti si ishe obez? Si ishe më obez? Mos u merr. Po si ishe pse e bëre? Po fillon këtu problemi pra. Ta mbaroj fjalin apo do zgjemi? Jo, mos e mbaro, ma thuaj. Okej, mbret ta mbaroj. Obeziteti është smundja e shekullit ton dhe nuk ka një medikament që mund ta rregulloj vetëm me një mënyrë apo një tjetër. Po pra, duhet e rrugë. Jo, nuk ka. Ka më prapë, më mbyllë gojën.